Mjekët me urdhër të prerë, para se të hani ara, duhet ta dëgjoni këtë lajm. Një grusht me ara në ditë mund t'ju ndihmojë të qëndroni larg nga sëmundjet të ndryshme të trupit, të cilat vijnë edhe me kalimin e moshës. Një studim i fundit ka treguar se konsumi i rregullt i arave në dietën tuaj do të ndihmojë ndjeshëm në uljen e niveleve të kolesterolit. Ato gjithashtu ulin rrezikun për të vuajtur nga sindroma metabolike, ku përfshihen sëmundje të tilla si tensioni i lartë i gjakut dhe obeziteti. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmoni shumë. Të cilat të dyja së bashku rrisin rrezikun e goditjeve në tru, gjithashtu edhe sulmin në zemër. Përveç kësaj, arat përmbajnë edhe element të mirëushqyes që ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë kohore dhe mbi të gjitha ju ndihmojnë edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Të gjitha frutat e thata janë të mira për shëndetin. Megjithatë, arat përmbajnë më shumë acide yndyrore omega-3, vlera ushqyese këto të rëndësishme për organizmin dhe mbi të gjitha lehtësojnë një sër komplikacionesh. Mjekët nga Klinika Spitalore e Barcelonës dhe Universiteti Loma Linda të Barcelonës matën nivelin e kolesterolit në më shumë se 700 meshkuj dhe femra të moshuara. Gjysma e tyre shtuan rreth 50 gram ara gati një grusht në dietën ushqimore, ndërsa gjysma tjetër ëngri si zakonisht. Pas një viti, niveli i kolesterolit LDL, një nga format më të këqija të bllokimit të arterieve, te personat që konsumuan ara u reduktua ndjeshëm. Përfshirja e arave në dietën tuaj sigurisht do t'jap rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e organizmit, citojnë ekspertët e Healthline. Përfitimet shëndetësore të arave këtu përfshijnë efektet e tyre në mbrojtjen e trurit, në mbajtjen e kujtesës më të mprehtë, gjithashtu edhe kundër degenerimeve makulare që lidhen vazhdimisht me moshën. Një nga shkaktarët më të zakonshëm të problemeve të shëndetit të kujtesës përfshihet edhe problemi i kolesterolit. Prandaj përfshirja e arrave në dietën tuaj sigurisht do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të trurit. Arat janë ndër frutat më të shëndetshëm për shëndetin e njeriut. Mjekët rekomandojnë konsumin e tyre vazhdimisht në dietën tuaj për shkak të përfitimeve të larta ushqyese dhe vlerave të rëndësishme që kanë në mbrojtjen e organizmit. Ekspertët i cilësojnë arat si një nga zgjedhjet më të mira për shëndetin e kujtesës. Përfshirja e një grushti me arra rreth 5 deri në 8 kokra çdo ditë sigurisht që do të jetë një mburojë e veçantë për shëndetin e trurit dhe mbi të gjitha një parandalues i problemeve të ngjashme. Përfshirja vazhdimisht e arrave në dietën tuaj ka efekte të mira për shëndetin e trurit. Acidet yndyrore omega-3 që gjenden me shumicë të arat zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën, gjithashtu janë një mburojë shumë e mirë edhe kundër problemeve të depresionit. Prandaj, nëse doni që të keni një kujtesë më të fortë edhe me kalimin e moshës, përfshini arrat vazhdimisht në dietën tuaj. Kjo do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e tij. Arat janë një produkt shumë i mirë ushqyes edhe për shëndetin e përgjithshëm. Arat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3, lektin dhe yndyra të shëndetshme, të cilat do të sjellin rezultate pozitive në rritjen e përfitimeve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Arat përmbajnë vitamina dhe minerale. Arat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, folat dhe tiamin. Gjithashtu, ato përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, element këto mjaft të rëndësishëm në fuqizimin e shëndetit të trurit. Omega-3 dhe omega-6 që janë dy acide yndyrore që nevojiten trupit, gjenden në sasi të mirë të përfshira te konsumi i arrave. Ndaj sigurisht përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj sigurisht që do t'i japë një nxitje më të mirë të organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët cilësojnë konsumin e arrave si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, fal yndyrnave omega-3 do të keni më shumë përfitime edhe në rritjen e fuqishme që mund të ketë gjithashtu edhe shëndeti juaj i zemrës. Përfshirja e konsumit të arrave në dietën tuaj do të ketë efekte pozitive edhe në betejën kundër problemeve të kolesterolit. Sëmundjet koronare të zemrës lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arat, falë prezencës së acideve yndyrore omega-3, ulin nivelin e kolesterolit të keq. Arat janë një ndihmë shkëlqyer për mbrojtjen dhe fuqizimin e shëndetit tuaj të flokut. Vaji i arrave përmban biotin.
vitaminën B7, kalium omega 3, 6 dhe 9. Këto element forcojnë folikulat e flokut, evitojnë rënien dhe gjithashtu trajtojnë edhe problemet e zbokthit. Arat kanë në veti kundër mykut, mbajnë larg infeksione dhe sigurojnë gjithashtu një mirëqenie më të madhe shëndetësore për ju. Sigurisht, përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer në rritjen e përfitimeve të kujtesës. Arat janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin e lëkurës. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar kështu rrullat dhe problemet e fytyrës. Vaji i arave do ta ushqejë lëkurën, do të zbardhë rrafet e zi poshtë syve dhe do të relaksojë gjithashtu lëkurën tuaj. Arat janë një ushqim shumë i rëndësishëm edhe për pjellorinë. Arat përmbajnë kompleksin e vitaminave B si folat, riboflavin, tiamin e të tjera. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe për fetusin. Arat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e të voglit. Arat janë të mira kundër shëndoshjes. Arat përmbajnë proteina dhe fibra që ndihmojnë për një dietë të shëndetshme. Ato përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e nyjeve. Arat i bëjnë mirë kockave fale përmbajtjes së acideve yndyrore omega 3. Meqense arat janë të pasura me fibra, ato janë të shkëlqyera gjithashtu edhe në mbrojtjen dhe luftojnë problemet e tretjes dhe luftojnë problemet e konstipacionit. Sigurisht, përfshirja e arave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj sigurohuni të keni pjesë të dietave tuaja duke forcuar edhe imunitetin. Arat janë të mira kundër ekzemave, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid, por ajo që bën më të rëndësishme është acidi i shëndetshëm që ato përmbajnë. Acidet yndyrore omega 3 parandalojnë çrregullimin e ritmeve të rrahjeve të zemrës, reduktojnë nënpiksjen e gjakut dhe kanë shumë impakt në enët e gjakut. Elementet ushqyes të arave i bëjnë ato një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për të përfshirë në dietën tuaj. Kjo fal elementeve të cilën ndikojnë drejt për së drejti edhe në shëndetin e trurit. Arat janë ndër arorët më të shëndetshëm për njeriun. Ato përmbajnë yndyrra të shëndetshme, vitamina, minerale, antioksidant, gjithashtu dhe enzima që kanë vlera të fuqishme mjekësore. Arat njihen kryesisht për rëndësinë e tyre në mbrojtjen e shëndetit mendor. Forma e tyre e ngjashme me atë të trurit tregon një lidhje të ngushtë që ato kanë. Jo më kot, konsumi i rregullt i arave do të performojë edhe me rezultate të mëdha për shëndetin tuaj. Arat janë të mira për shëndetin tuaj të stomakut dhe do t'japin gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e tij. Mirëmbajtja e stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët të ruajnë balancin e bakterieve të mira dhe të këqija. Ekspertët thonë se arat janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në mbrojtjen e organizmit, ndaj konsumi i tyre duhet të jetë në mënyrë të rregullt për të përfshirë vazhdimisht edhe në ushqyerjen e dietës suaj. Sigurohuni të përfshini rregullisht arat në dietën tuaj duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato mbartin. Arat janë një frut shumë i mirë për shëndetin e trurit. Siç e tham edhe më herët, arat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit, pasi ato janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram ara në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit, në përpunimin e informacionit, kujtesën dhe përqendrimin, duke qenë se ato janë të pasur me antioksidant, gjithashtu edhe me acide të mira yndyrore. Arat janë një zgjidhje produktive shumë e mirë në fuqizimin e shëndetit të trurit, ndaj sigurohuni të keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Është e rëndësishme të konsumoni vazhdimisht ara në dietën tuaj duke ditur edhe rezultatet pozitive që ato do të sjellin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.